Big Brother Kosova VIP 4 mbërrin sonte në kulmin e tij me finalen e shumë pritur. Numërimi ka nisur dhe publiku është vetëm pak orë larg momentit kur do të shpallet fituesi i edicionit të 4 të spektaklit më të ndjekur në vend. Gjatë këtij rrugtimi të gjatë shtëpia ka pasur arenë përballjesh, miqësisht, debate dhe momente të paharrueshme që kanë mbajtur të mbërthyer shikuesit para ekranit. Në garë për çmimin e madh janë londrimi Eliona, Klodi, Ludoli dhe Hygerta. Secili prej tyre ka ndërtuar një rrugtim unik brenda lojës duke fituar simpatinë e një pjese të publikut dhe duke kaluar sfida që kanë çuar deri në këtë pikë vendimtare. Sa kaq debatet nuk kanë munguar as në këto momente. Teksa Klodi po bënte dush mbrëm, Eliona u ofruar duke debatuar me të. Dyshja pati një përplasje të ashpër, duke ngritur zërin njëri tjetrit. Çka ra më shumë në sy ishte se Klodi duke se kishte humbur durimin, duke i quajtur Elionën dhe mashtruese. Nga ana e saj Eliona akuzonte Klodin se po mundohej të përplasë situata me të.